Të ndërum gjëmatli, s'kejt dhe pineve në ka rastis dhe njerë në dunja, me hangë diçka që s'ta ka bajt barki, edhe në zjerë, s'ta do. Ose nëse ki hangër mësanina ta turbulon, apo? Gjunat që ka na i bojna, ata ka turbulu stomakin dhe njerë. Me thonë, qa bona ma në gjithë këtë mëkat? Thot Hasan al-Basriju, Allahu e ka përmen një besimtar në Kur'an, dhe e ka përmen shpirtin e tina, ha? Fela u kësimu bin nefsil lawame. Ka thënë Allahu, betonan shpirtin i cili o lawame. Qka lawame? Ka thënë Hasan al-Basriju, o shpirti besimtar, i cili saher që i banë Allah i gjuna, tanë natën e kanë vetë vetën, o Zotë që ka bona, o Allah që që bona ke gjuna, falma o Zotë që ke gjuna, se për një me e bona gabim, mroki nefsi, andaj nefs qërtuës, andaj agjërimi synon, që ti komplet strukturën që ka e kije, me vesh, me sy, me goj, me shpirt, me zemër, me trup, me dorë, me kam, krejt me të funksionu që shka me rakë Allahu gjele gjele. Për shka agjërove të nditën? Me të vetë njani shka sa gjëron, pse vetë i rripa buk, që i thue? A unë i besoj Allahin. A vesh jem nuk e nina qka se do Allah u gja. Goja jeme, as uji nuk e pine se Allahin nuk do. E që shtu du të më kanë në ketë të vepra tjera. Për këtë asyje të ndëruar gjëmatli, mësimi i parë nuk ban me nazon bajrami deri sa përveshet e tonë tjetë ma i dashur Kur'ani, se sa instrumenti muzikor, se sa ka e ka të ndrysh.